Përshëndetje dashur miq të Antena Televizion, rikthehemi me emisionin pa emër për diskutuar fakt mbi zhvillimet e ngjarjeve më të fundit. Do të flasim konkretisht mbi atë se çfarë po ndodh brenda kryeministrisë, por jo vetëm. Çfarë po ndodh në kontekstin e një ngjarje apo një situate e cila ka marrë vëmendjen kryesore. Tashmë spak, jo vetëm po diskutohet mbi atë se çfarë pritet ndodh me heqjen e imunitetit Belinda Ballukut, por edhe çfarë po negociohet brenda kryeministrisë. A ka një negociat dhe pse tashmë Rama nuk është shprehur publikisht? Ditën e dieshme në fakt SPAK e tronditi qeverinë apo yri në zemër të kryeministrisë. Yri te Akshi, yri dhe te zvëns kryeministra Belinda Balluku. Disa ditë më parë Rama fliste për patllake apo për trimosh të BK-s, të cilët me sa duket kanë hyrë në zemër të kryeministrisë dhe aty tashmë pritet të shohim se çfarë do ndodhi konkretisht. Kam kënaqësinë të diskutojmë fakt së bashku me kolegun tim dhe mikun tim Marsit Gupi mbi këtë format dhe çfarë do ndodhi konkretisht, mbi disa perspektiva të ndryshme. Marsit, po normal, si e pe në fakt ditën e dieshme? Dhe realisht dita e dieshme ka qenë një bum ngjarjesh në kuptimin e procedimeve penale për numrin 2 të pushtetit, shëndet, fjale vërtet, pushtetit politik, që është zonja Belinda Balluku, dhe gjithashtu dhe numrin 2 të pushtetit faktik në terren, siç njihet dhe zoti Agasi. Por problemi qëndron në një tjetër element. Elementi që mendoj që është kryesisht thelbi i problemit është që pavarësisht arrestimeve, gjithashtu mos harrojmë pa përmendur këtu dhe zonjën Miranda Kaçanaj, që është drejtoresha e Akshit, prandaj është në zemër të kryeministrisë. Aty ndajshin parat. Po, shikoj që kryeministri në vend që të shprehë solidarizimin me drejtsinë ose të paktën shenja pendese për përzgjedhjen e këtyre njerëzve, ose të thotë që ta të përbajë me drejtsinë, siç ka thënë dikur për Arben Ahmetin dhe për Këdor, pra që drejtësia bën punën e vet, politika bën punën e vet, tashmë loja ka ndryshuar. Ajo që më bën përshtypje është që pikërisht pse në një ditë kemi kaq emra të rëndësishëm. Sepse kjo tregon që ose këta emra janë bashkë ose janë kundër njëri tjetrit. Pra do thotë ose është luftë midis grupeve të caktuara, të cilët asgjësojnë veten në një ditë, ose është çështje ku zoti Rama po I priten krahat. Çështja madhore politike në gjithë të konflikt është për të bërë gjatë më thjeshta që njerëzit të kuptojnë se zakonisht janë mësuar që të bëjnë historik. Ktu nuk kemi në gjyqje, nuk po relatojmë çështje. Që ka ndodhur kjo, ky është ky se I din njerëzit. Problemi është që kjo gjë që ndodhi, çfarë përfaqëson? Kjo është pika e vështrimit që duhet t'i japim njerëzve dhe për të futur direkt në temë, sot realisht po I priten krahat e Edi Ramës në mënyrë që të ketë, le të themi, një lloj ekuilibrimi, pra që pushteti ekzekutiv dhe pushteti një kryeministri qoftë 12 vite nuk e kap dot shtetin dhe pas e ka kapur do I priten krahat, apo realisht kemi të bëjmë me një rrugë e cila të çon drejt Romës dhe Roma në këtë rast është vetë kryeministri Rama, meqense bëhet fjalë R për R, dhe ideja e atyre oficerëve me patllake që I shkuan në kryeministri dhe që I përmendi në podcastin e tij janë sinjali për të thënë që ne të kemi rrethuar dhe është çështje ditës derisa të vim këtij. Është çështje ditës derisa të vim tek ti. Shko, unë mendoj Marsit mbi një perspektivë jo disi ndryshe, por mendoj që kjo përplasje midis grupeve duket se tashmë dhe Ramën e ka kushtëzuar. Pse them e ka kushtëzuar dhe mbi çpremisa e nxjerr kushtëzimin I gjithë ngjarjeve apo se çfarë po ndodh. Unë mendoj që dhe kam informacione që në kryeministri po negociohet mënyra se si zonja Belinda Balluku të dali e pastër, ose aq sa mundet të dali e pastër. Pra çfarë them me negocim? Zonja Belinda Balluku në fakt, të paktën sipas informacioneve që unë kam, po negocion largimin dhe negocion largimin nga posti zvëns kryeministres dhe ministres së energjetikës dhe të jetë dhe ndërkohë që Rama t'i siguroj dhe ndërkohë Rama t'i japi imunitetin, pra 83 mandate të Partisë Socialiste të jenë mandate që do të shkojnë mos heqjes së mandatit të imunitetit zonjës Balluku.
Pra, largohet nga posti zëvendës kryeministës dhe ministrës së infrastrukturës. Në anën tjetër, këta marrin pak frymarrje dhe bajnë zonjën Balluku mbi shtëpinë, pra Partia Socialiste, dhe këtu Rama është në një dilemë. Sepse dilema e parë është që mos zonja Balluku nuk i ka bërë gjitha gjërat me kokën e saj. Po do të thotë që në këtë moment, tek dilema e parë, po qëndrojmë kështu që ta analizojmë, ti thua që është problemi që nëse Balluku ka qenë ushtar i bindur i Ramës, apo realisht Belinda Balluku po shlyhet në katët e saj për shkak sepse ka bërë kryengritje në këto procedura ndaj dëshirës të Ramës. Unë mendoj që zonja Balluku për sa kohë kryeministri Rama nuk ka guxim ta lëshojë dhe për sa kohë është investuar si qeveri për ta mbrojtur, ajo nuk ka bërë asgjë me kokën e saj. Dakor. Pra, zonja Balluku në optikën time ka vepruar si një njeri i besuar te Edi Ramës, i cili i ka thënë unë do mbaj mbi supe base edhe përgjegjësi ligjore, por unë do firmoj çdo gjë që do më kërkosh ti. Dhe ti do më delegosh mua pushtet politik, unë këtë pushtet politik do e përthej në pushtet ekonomik, dhe pastaj në qoftë se ne na troket drejtësia në derë, dhe ti siç të mbrojta unë, dhe siç ka marrë unë rrisje për ty, do marrësh dhe ti rrisje për mua. Fakti që zonja Balluku dhe zoti Rama nuk guxon të distancohet akoma nga zonja Balluku, edhe pse faktet janë të tmerrshme Marsit, ke një zëvendës kryeministër që e thot atë gjë, nuk e them unë. Ke Spakun që tregon një skemë të frikshme. Ke Akshin i cili në fakt qarkullon miliona euro dhe po të shikohet zëvendës drejtori i policisë së bashku me biznesmenin tjetër që përfiton dhe tendera në Aksh, Ermal Beqiri, i cili njihet dhe si ortak ose njëri i afërt i zotit Ergjys Agaci, se kjo është fabula që kemi sipas të dhënave të gazetarëve dhe dosjes. Vepronin si grup kriminal më Marsit, minin peng biznesmena cilët tentonin, ore nesër pas nesër. Kjo dyshohet për momentin, se të flasim edhe nga perspektiva e gjykimit, deri në vendim formës prerë, mos e bëjmë fakt të kryer. Të paktën çfarë thot dosja, unë s'po them që ata janë. Dosja thot që këta kanë marrë peng persona për t'i penalizuar që mos marrin pjesë në tendera. Po. Pra, dosja tregon gjithashtu që zemra e kryeministrisë ishte një zemër e kalbur dhe e mbushur me qelb. Po. Jo ai gjaku i pastër që qarkullon për të pasur dhe oksigjenin që futet në zemër dhe në frymarrje ndjes në mushkëri, por tregon një panoram të një trupi organik që ishte i lyer nga jashtë me boja me kërpudha dhe brenda kishte krimba Marsit, vetëm krimba që prishin organizmin dhe shkaktonin sëmundje. Këtë po na tregon dosja deri në këto momente. Dhe sot që kryeministri Rama, sepse do shkojnë dhe këto janë hipoteza tani, do të shkojnë në parlament, në komision, se këta e kanë komision aty. Zoti Rama ka dy rrugë. E para, sepse në të dyja rastet, zoti Rama është vetëm opsion që kush është dëmi më pak i mundshëm. Belinda Balluku është njëri i besuar, ti është njëri që mori 12 mandate. Dhe është njëri e cila ka pasur pushtet politik të atribuar nga zoti Rama. Në qoftë se i bie zonja Balluku, i bie një peshë e madhe politike sot për sot, se ai nuk do t'ja lë qarkun as Zeqines, as atij tjetri që shkruan male mbi male, as asaj vajzës në Lushnja, as Cenoklosit që është në Spak, aty t'i ngelet qarku bosh për momentin. Në Partinë Socialiste, zonja Balluku, hiq Gerta Manastiliu, ishte nga vetëm njerëz politik, po them. E qartë, po qëndrojmë te pjesa e përplasjes, pse sot e dyshim. Dhe do të them vetëm diçka, prandaj po them. Edhe në rastin që zoti Rama e lëshon zonjën Balluku dhe në rastin që e mbron, do të ketë humbje. Po çfarë ndodh se këtu do të kthesha. Në qoftë se nuk e lëshon zonjën Balluku, atëherë Marsit do shikojmë që dhe analizat do ndryshojnë qëndrim. Qartë.
Pra ata që kanë mbrojtur Spakun, do thonë Spaku nuk është i mirë se derte mbreti mund ta bëjë në një negociat ose në një kthes. Kur të vi puna për Ramën, do duhet ta mbrojnë. Çfarë do thonë ata? Spaku do thonë shkeli ligjin, interferoi në pushtetin politik, por Rama nuk do ta ketë më përplasjen me Spakun. Rama përplasjen do ta ketë me amerikanët. Dhe kushdo që ka pas përplasje amerikanët, herët avon janë thyrë të urinë Marsit. Apo negocion Rama çështje tjera. Sot unë mendoj që kjo është negociata që zonja Balluku po bën me kryeministrin Rama. Unë jap dorëheqje nga postet, por më mbro me imunitet se nëse unë shkoj aty brenda do të marr me vete. Pra kjo është teza ime dhe nuk e di si e shikon ti. Shiko, për të folur për ta themi në kuptimin e tezave, unë e shikoj pak herët normal, e di pse, sepse duhet shikohet nëse Rama do e pranoj kërkesën e Spakut për të hequr imunitetin apo jo. Në mënyrë që dalë në përfundimin që cila nga dilemat që ti paraqitet me drejtë ose cila nga koherencat që ndron, por ajo që unë do shtoj është që çështja sot është që zoti Rama është në rrethim. Ktu fillon argumenti im. Është në rrethim, dash me dashjen, dash pa dashjen e vet, se ka një njeriu edhe vetë rrethohet, duke mbajtur afër njerëzit të cilët në një farë ditë bën edhe kolonat e dobta ose shkatrimi i tij. Ajo që mua më bën përshtypje dhe që më vjen ndërmend është kjo që nuk ka pasur një rast politik si precedent, qoftë në vendet demokratike, qoftë në vendet postdemokratike, që një figure politike, kryeministri ose kryetari partie ti procedojnë kaq shumë bashkëpunëtor dhe ai mos mbaj përgjegjësi po për më tepër të fitojë vota. Ktu fillon realisht një kontradikt e parë. Pra, këto 83 mandate, që realisht janë 86 bashkë me 3 mandatet e Partisë Socialdemokrate, pse ka këtë lloj vullneti ky popull për të votuar? Mbahet peng apo për shkak të interesit? E heqim këtë. E dyta, realisht si ka mundësi që një kryeministër e sikur të jetë tendencë e popullit, që e pëlqen forcën, e pëlqen paranë, e pëlqen rishfetin, dhe ka të drejtën e vet, edhe po të jetë, nuk legjitimohet që ndrojë, se prandaj është krijuar struktura shtetërore, që të frenojë dëshirat të cilat janë në kundërshtim të fëmijës më të madhe për numrin më të madh të njerëzve, është utilitet. Thelbi i asaj që dua të them është ky, që Spaku dhe sistemi i drejtësisë pikërisht për këtë arsye janë ndërtuar, si prokurori speciale ose si institucione drejtësie, ose të akuzës, që edhe në qoftë se diçka është e kundraligjshme. Dhe kjo për shkak të numrit të madh të njerëzve ka suport, nuk mund të pretendosh ti që mos jetë çështje penale ose fakt penal. Ore, një njeri i cili mund të ketë pasus, mund të jetë ku dëgjon, orator i madh, mund të jetë një pastor, mund të jetë një hoxh, e do gjithë qytetin e Tiranës. Për shkak se duan gjithë njerëzit, nëse ky shkel në një ligj penal, çfarë duhet dënohet? Sepse është i zgjedhur nga dëshirat e njerëzve, ose është i zgjedhur në kuptimin e përfaqësimit, qoftë edhe të ideve dhe të unitetit të tyre, si komunitet. Kjo është argument, s'është fakt. Ajo që prevalon është interesi publik. Interesi publik është vendosur të quhet çdo gjë që është interesi i ligjshëm dhe i drejtë. Njerëzit munduan gjendje anarkie, më valla. Ç'a ndodh, siç ndodhi në 97-ën? Do të arrini Shqipërinë totalisht anarki. Ja sot për shembull 8% ose po e marr më të ulët masën, 51% e njerëzve munduan të jetë anarki. Ç'a duhet të mbarojë shteti? Pra Shqipëria duhet të thejë në një organizim anarkik? Po ta çojmë në ekstrem? Me të njëjtin argument që thotë kryeministri që ne jemi të zgjedhur edhe ne do të ushtrojmë funksionin se jemi zgjedhur, nuk mund të pezullohemi? Po, mund të pezullohesh. Në moment që ka dyshime të arsyeshme që ke shkelur ligjin, mund të pezullohesh. Sepse vetë kur ke bërë dispozitën, nuk e vendosur ta qartësosh që kjo vlen për shembull për funksionarët e nivelit të ulët, nuk vlen për ministrin. Ministri është i zgjedhur. S'po i heqin mandatin e deputetit. Mandati i deputetit mund të hiqet kur dënohet. Sepse ka dhe diçka që në qoftë të dënohet, se prezumohet e pafajshëm. Po, e keq interpretojnë. Çfarë lidhje ka pushteti politik me korrupsionin? Tani pse po ke pushtet politik ti legjitimohesh të bësh korrupsion, të vjedhësh, të vrasësh, të presësh, e thua mua më duan dhe unë kam votat, se kjo është një çmenduri tjetër që askush nuk e prek. Pra, pushteti politik, dhe ti pushtetin politik nuk e merr për të vjedhur, për të prerë, për të vrarë dhe për të bërë zoti shqiptarëve. Ti pushtetin politik e merr për të shërbyer. Dhe pse domosdo kur troket drejtësia tek pushteti politik, ta me njerë u lërasin. Sepse nuk ka sens as logjik, as juridik, sepse bota është e kujdesshme për të se çfarë ndodh.
ligji që thonë është i barabartë. Ne dim që ligji nuk është i barabartë për të gjithë. Por ka pushtete të cilat ruajnë balancën për të sjell një ngjarje e cila do duhet marrë një përgjigje. Dhe rasti i zonjës Balluku, për shembull, që është një rast i cili flet më shumë për atë se çfarë po ndodh konkretisht në Shqipëri, lidhje drejt për drejt. Pushteti, zonja është zgjedhur deputete, ministre ka zgjedhur zoti Rama. Dhe zoti Rama krijonte pavarësisht narrativës dhe mashtrimeve të radhës që thoshte me Kanada ne nuk e firmosëm dot aeroportin sepse ishte zonja Balluku e pezulluar, ai vetë firmosi. Pra, pavarësisht se çfarë narrative përdor zoti Rama, pavarësisht se çfarë fabula shkërkon të tregtoj edhe të hedhi në opinionin publik, ne duhet të jemi koshient që çdo funksionar në ministri apo dhe zëvendës kryeministre është një emërim që bëhet nga kryeministri dhe ai ka të drejtë të emërojë çdo tjetër dhe nuk ka njeri të pazëvendësueshëm. Mbrojtja që po i bën zonjës Balluku kryeministri Rama, unë mendoj që çon ujë në këtë pikë që gjithçka që po ndodh lidhet me faktin që zonja Balluku aty nuk ka vepruar si një trup i vetëm, po ka vepruar apo po them si një organizëm një qelizor, por ka vepruar si një organizëm shumë qelizor që komandoi në atë rast nga kryeministri Rama. Kjo është ajo që unë mendoj që është një prej çështjeve kryesore, ne do duhet shohim fakt se çfarë do ndodhi në ditët në vazhdim dhe se si. Unë jam dakord me këtë ide Ermal, por duhet të shtoj vetëm të gjë mendimin tënd. Që pse përveç legjitimimit që ne jemi të zgjedhur edhe ato që thash pak përpara që mos bie përsëritje, ka dhe legjitimim tjetër, po ta vesh re që mundohen të bëjnë disa që quhen analizë gri. Që kemi e zemë se është kështu, pra që Edi Rama do shkojnë një ditë spaku të Edi Rama, këta janë korruptuar, nuk kemi alternativë. Shiko, kjo nuk mund të thuash për shkak se nuk ka shumë drita bazhuri, më mirë trim në errësirë. Pa janë disa retorika aq boshe, ose nuk mund të thuash vëlla për shkak sepse në aftësi çdo kush tjetër nuk është kaq i aftë sa ky është i keq, po le të ri ky se është më i aftë. Më mirë një i pa aftë edhe jo njëri kundraligjshëm, pra jo njëri me sjellje të kundraligjshme, që bën fakte penale, se sa ai që është super i aftë dhe bën fakt penal. Po, është vërtet. Tani, nuk mund të thosh, ore, nuk ka rëndësi kush vjen. Se vjen Sali Berisha, se mund vija Gronshej, se mund vija Adriatik Klapaj. Rëndësia ka këtu që qëllimi i ligjit është pikërisht kur i bie legitimiteti diçkaje. Pra, a është legjitim të ri një njeri e vlla që ti di që do vjelli? Jo. Është si puna një çifti martesor. A mund të ri një burrë e një grua që tradhojnë gjithkohës? Po flasim në kuptimin real të martesës dhe dashurisë midis njëri tjetrit. Nuk po flasim për kontrata bashkëtese, ha? Jo, e njëjta gjë vjen edhe këtu. Ore, mund të ri një qeveri që vjedh popullin, me një popull i cili është i varfër se vidhet. Pavarësisht se populli mund ta votojë, se është në gjendje anestezie. Mund të jetë në gjendje narkoze, nuk e kupton. E shef mjegu, nuk e kupton, a është e vërtet, kjo është e sajuar. Po fakti që ndron që a mund të jetë marrëdhënie jo perverse e normale kur vjedhsi do të ri dhe të vazhdoj të vjedhë të vjedhurin dhe thotë që mua më do ky që vjedhet, më lej. Ne nuk po flasim çfarë duan, ne po flasim çfarë është e drejta. E drejta është që s'duhet të vjedhet, po volle duhet ikësh. Pra e kupton çfarë pervertimi është, po të heqësh ujërat e tepërta të gjithë retorikës që përdoret. Bie. Bien dhe unë jam shumë dakord në këtë perversitet politik dhe në këtë situatë midis grupeve kriminale politikës edhe Ore, shiko, grupeve kriminale kanë dhënë vetë rëndësi këta më normal. Nuk është se janë grupet kriminale ka që rëndësi. Ore, vetja kanë dhënë, po kjo është realiteti që ne po notojmë. Ore, vjen tot në studion tënde dikush edhe ty edhe të flasë çfarë të doj posdeshe ti. Ti munduar ta shetesh sa i fortë është, hapi derën e përplasje me këmbë, ul këtu, mori mikrofonin. Po ma ka që thjesht të shetë se këtu do doja ndalonin për të prekur një prej diskutimeve dhe një kam thënë 20 herë atë telefonin më bul. Po kemi dhe miq që na shohin. Po thuaj miqve mbas emisionit të bosin. Po jo, shohin live dhe thonë që të flasim dakord. Për në një pyetje caktuar që ka ose kështu. Ja për shembull një pyetje që mua më erdhi është kjo që Marsit më thonë mund na seroni pak ti dhe Ermali në qoftë se realisht në këtë betejë
është luftë midis vetë subjekteve të caktuara ose klaneve të caktuara dhe PD-a bëhet palë me njërin klan, apo është betejë midis shtetit, siç po thojë Tim thot, opozitës, interesave qytetarëve përballë kësaj qeverie? Unë ta kam thënë, të dyja foltorët, qoftë zotit Berisha, qoftë zotit Saliani, mos në mënyrë të pavetdijshëm, mos në mënyrë të vetdijshëm, i shërbejnë Ramës. Dhe i shërbejnë Ramës sepse sot ne duhet merremi të gjithë që ora çfarë po ndodh me qeverinë. Të gjithë mediat sot po merren apo përjashton Berisha Salianin, apo i vjen e kuqe, a është Suel Qela mbas Salianit, a është Flamun Noka mbas Suel Qelës, një kakofoni që neve, ajo ka interesin e vetë, por në përparësi me çfarë po ndodh realisht dhe ku duhet ta ketë fokusin opozita, është të paktën një gabim strategjik për mos thënë që luajnë interesa më madhore, kuptohet kulla, leje, biznesmen, se bashkë kanë këta. Dhe kjo është një prej arsyeve që unë shikoj të tillë. Të dyja, dhe foltorja e zotit Berisha dhe foltorja e zotit Saliani, në optikën time janë të gabuara sepse kanë ardhur në një moment të gabuar. Momenti tani ata duhet merreshin drejt për drejt vetëm me Partinë Socialiste. Sepse ky realitet nuk ndryshon dot brenda ditës, të kishin kaluar një këtë situatë dhe më pas të bënin foltore, të bënin revoltore, e të bënin çfarë donin ata. Ajo që ne mund t'i rikthemi marrësi dhe këtu dua mendimin tënd është që a do mundet tashmë zoti Berisha që ditën e sotme ka thënë që Saliani po kalon, pra ai ka thënë unë vjen e kuqe kam pas gjithmonë me krimin, dhe ai sot ka paralajmëruar sepse ka thënë një takim, ka përsëritur dhe ka mbështetur Flamun Nokën, zoti Berisha sot, dhe ka thënë takimi i Elbasanit është mbështetur nga Suel Qela. Dhe Saliani po kalon vjen e kuqe. Tani, do e përjashtoj zoti Berisha Saliani, si e shikon ti këtë gjë dhe më pas të lajmi zoti Berisha dhe zoti Noka folën drejt në gjuhë. Dhe zoti Noka në emisionin Zonë e Lirë tek miku i Marian Çani, ndërsa sot zoti Berisha në deklaratën e tij për mediat. Ata thanë pak a shumë të linjë që kushdo që bashkëpunon me krimin është i përjashtuar. Kemi fakte dhe prova që takimi në Elbasan Teatrin Skampa është organizuar nga Suel Qela dhe njerëzit e tij, nuk kanë qenë strukturat e Partisë Demokratike, kështu që duke qenë se vija e kuqe kur je antar i Partisë Demokratike ose pjesëtar i strukturave të saj ose drejtues i një për organeve të drejtimit Partisë Demokratike, je i vetë përjashtuar, pra nuk është procedurë që ka nevojë për përjashtim, por që në atë moment ti nuk je më pjesë e Partisë Demokratike. Dhe mendoj që ky do jetë fati i Salianit, pra Saliani do jetë një si quhet, jo non grata, po i përjashtuar, nuk po vjen fjala latine, tashmë, dhe besoj që lufta e tij, nëse do ishte brenda, do ishte më e thjeshtë, pra atë që ai pretendon, mendoj që nuk do arrit dot në negocim, pra atë që është folur. Me këtë qendrim që mbajti sot zoti Berisha, nëse zoti Berisha nuk do mbante linjën e Flamur Nokës, do të krijojë ideja që ka një deal dhe që Saliani po përdoi nga konjunktura ta përfundoi brenda partisë. Fakti që zoti Berisha sot kishte të njëjtat argumente që dje i tha zoti Noka në emisionin Zonë e Lirë, mendoj normal që fati Salianit pra nuk është ai që presin edhe bashkëpunëtorët e tij që do jetë sekretari i ardhshëm i përgjithshëm i Partisë Demokratike, por është një njeri i dëbuar. Me erdhi fjalë dure, dëbuar. Është një njeri i dëbuar. Është një njeri i dëbuar nga Partia Demokratike dhe mendoj normal që dhe ata që i kanë qëndruar afër deri sot do e braktisin. Dëbimi është një fakt i cili nëse është i mbështetur në ato prova që ta thonë është me vërtet diçka e rëndë. Pastaj i bie që nëse ata kanë prova, i bie që i djegin karrierën. Ekskomunikato quhet nga latinisht. Dëbim. Ekskomunikato i bie që vetë ata e djegin përfundimisht po të prova. I mbaroi karburanti politik. Do i duhet të shpikë në fakt në një provë ku të përfshi zotin Noka, zotin Berisha, në një pjesëtar të familjeve të këtyre, të bëj prapë në një emision tjetër me në një babale tjetër dhe sepse duket prapë punë është mjeshtër dhe unë mendoj marrësit si mund të shkojë ky fat pastaj. Unë mendoj marrësit në fakt që zoti Berisha edhe unë mendoj që do e përjashtoj në fakt. Mendoj që jo vetëm do e përjashtoj, por edhe
do tentoj që ta sjellë Salianin drejt përplasjes. Pra, deri tani zoti Saliani ka bërë takime dhe ka folur për ciptazi për problemet e Partisë Demokratike. Thot nuk na dëgjojnë, nuk flasin dhe qëndron në ujëra të qetë. Por zoti Berisha tenton që të krijojë një armik që ta atashoj me Partinë Socialiste dhe ka shumë të lehtë për ta atashuar me Partinë Socialiste sepse vetë zoti Berisha krijon fabula dhe menjëherë bashkëpunëtoren e zotit Saliani e atashon si televizioni qeverisë, dhe kjo është narrativa që përdor zoti Berisha, dhe thot që qeveria po fut armiq të brendshëm dhe të jashtëm në Partinë Demokratike për ngoditur mua. Pra, në rastin që kërkon të thot Salianin, ai do ta shpiki armik. Po pse thot ta shpiki, po thot tjetër armik? Ore, unë them çfarë mendoj me zotin Berisha, se unë nuk e di a është armik zoti Saliani apo jo. Unë e kam në kontekstin që nuk e shpik, mbasa e fakton, ose mbasa është e provuar. Kur ta faktoj ai, atëherë unë do them e faktoj. Unë po them deri në këtë moment ai po e shpik Salianin si armik. Sepse zoti Berisha ushqet me armiq. Ka një mundësi politike që vetëm betejë e faktorizon. Diçka do të dje në emisionin e këtij pa ekspozuarit si e ka Afrim Rakipi, si e ka Roj. Ylli Rakipi. Po fal, Ylli. Ishte Saliani, pash një sekuencë dhe iku dhe u fut në kamerë Klevis Balliu. Po. Dhe i tha, nuk e di pse iku Ervini, se do doja të ishte, po, tham, ka marrë Ervinin në telefon, ka kërkuar, tha, firmën për Inde Shabani. Te thosha më sytë. Pasaj tha që ma ka kërkuar dhe mikja imi i na zhupa. Kështu që këtu nuk është se s'ka gjë që nuk qëndon, e tha, ja them se iku, tha, te thoshe dëni. Marsim, edhe në qoftë se i ka kërkuar një firmë, e zoti Berisha që e komandon Partinë Demokratike, nuk është Ervin Saliani. Edhe në qoftë se Saliani ka negociuar për zotin Shabani, nuk ka në një mëkat këtu që ata ta kryqëzojnë, se në fund ditës 18 vjetë që ka mbushur gjithë ata. Ata nuk janë imbecile. Nuk e di si do të jetë latinisht në një shpreje për ata dhe që ata ranë prit e zotit Saliani apo i mori tjetër njeri, po jo të lutem. Ata base e kanë lënë vetë zotit Saliani që... Po ishin 35, 4 veta ka ndërhyrë sipas këtyre. S'po kupton. E di çfarë po më thua, ata i kanë nga je kur duhet të dëmtosh dikë, leje të bëj ashtu siç do ai dhe bëj sikur i bashkohesh asaj që do të bëj ai. Jam dakord. Pra duhet të akumulosh një ujërat në depozita dhe pastaj me ujërat e veta të hapësh rubritë dhe ai të mbytet. Tani ka gjë, kjo përgatitur zoti Berisha këtë i la dhe i tha, shkoni ju i tha dhe atyre 4 vetave dhe Xhemalit që bëri këshilltar. Kishte 2 muaj Gjungshit, kishte 2 muaj që kishte firmosur që ky do jetë këshilltar. E dinte dhe Xhemali këtë gjë që do ishte këshilltar. Po i tha dil jashtë dhe thua që është shumë i pakënaqur me mua. Nuk ta këshilltar me pagesë apo pa pagesë? Partia Demokratike i ka me pagesë këshilltarët. Nuk e dija këtë fakt. Të patën informacionet e mia me pagesë janë. Dhe ata nuk kanë drejt të tregojnë që sa e kanë pagesën, sepse është si... Okej, jo, është gjë e keqe. Kurumi, po dhe gazetarët që janë aty brenda Mërsit. Po thënë, Partia Demokratike është një aset shumë i rëndësishëm ekonomik edhe politik. Si punëdhënës, po thua. Po dhe si punëdhënës për njerëz cilët kanë ato bindje dhe përfshihen atë strukturë. Pra në këtë kontekst, zoti Berisha ja ushqeu, prap i çoi njerëz aty te kafja e PD-s. Unë ndje zoti Saliani tha erdhi dita. Po shikoj, ka një fakt çfarë dish. Zoti Saliani unë kam kuptuar që ka pasur ambicie për Partinë Demokratike që në momentin kur ka qenë i pari që ka kërkuar përjashtimin e Lulzim Bashës. Mbas humbjes të zgjedhjeve të 15 marsit në vitin 2022. Dhe i cili është mbështetur më pas nga zonja Duma. Madje në një episod që ka ndodhur me një orin tim, ka qenë një emision, ai tha e mbrojti pafund Bashën përbalë meje dhe kur ka mbaruar emisioni ka thënë që ore pse e nxitaj shumë, tha se më nxorë shumë në ekstrem, se vetëm të mbaroj këto zgjedhjet, shikojmë se rezultat do marrë, ja tregoj unë, po Sirkova Dorreqen dhe ka qenë Saliani të ndishte. Saliani ka qenë njëri që i ka kërkuar Dorreqen kur dha Basha Dorreqen. I shoqëruar nga zonja Duma, nga zonja Zhupa, pra ka qenë një grup i caktuar me zotin Bardhi e tjerë.
Pra, ajo ideja që është ngritur dikur, që zoti Basha tha Doreci vetë bën një pasi ti jap, jo, s'është e vërtet. Ka qenë Saliani dhe është e faktuar. S'është e faktuar. Është e faktuar. Po s'është. Dakor. Po s'është fare faktuar. Po të them, Ajo ka qenë kolegji kryetarëve. Zoti Basha ka marrë atë vendimmarrje pas takimit me kolegjin ka bërë me grupin parlamentar. Fare zero. Si dërkuan Doreci? Po fare. Do ta faktojmë, Po nuk ma fakton dot. Dakor, do të Se ke fakt, se po ta kishe fakt do ma nuk Po më them e kam. Po se ke. Edhe ai që Po nuk edhe ai që ta ka thënë gabim. Dakor, do e shohim. Unë do ta faktoj. Po nuk ma fakton dot këtë gjë. Po më direkte. Më jep vetëm 2 minuta. Po t'ja pun 2 minuta e 3 minuta. Kështu që Saliani që atë duhet ta dinin që ka këtë ambicie, që kur kërkovi Bashës Doreci. Saliani në asnjë moment ka tentuar në mbledhje dhe në mbledhje ka pasur shumë diskutime dhe në mbledhje ka pasur ngjarje të cilat nuk janë fort të shëndetshme për t'u thënë në media marsit, por nuk ka qenë kjo gjë. Dhe unë të më thua çfarë të duash ti, nuk ke si ma fakton, nuk ke si ma vërteton për një gjë që e di si qielli dhe toka. Ja ku e ke. Saliani Bashës, ju e rritet Berishën, po e kërkohet vetëm një gjë Doreqa. 12 mars 2022, Gazeta Shqiptarja. Po nuk e ka qenë, nuk u Kur dha. është, hape kamerën të ta shikojnë, e keni këtu. Nuk ka qenë në mbledhje që ka ardhur Doreci prej kësajt, më marsit. Është ditën mas se ka dalë rezultati i zgjedhjeve, urdhon Ka punë qenë 6 mars zgjedhjet të marsit. Po pra 12 mars. Po të them zgjedhjet, po më dëgjoj tani po të them se po të Ore. them që s'ka informuar mirë, nuk po të them. Jo më po është lajmër e keni Po gjithë portalet. lajmi, po më Kush dëgjoj çfarë po informimi? të them orbu. Thot, më fal. Se meqense po e bëjmë diskutime se do të jap kaq rëndësi. Deputeti Ervin Saliani thuhet në gjatë mbledhjes së grupit parlamentar të datës 12 mars ja kërkuar Lulzim Bashës të jap Doreqen. Këtë ka bërë një media reporti. Gjithçka në dispozicion PD-s. Thot, po ju kërkoj vetëm një gjë, të jepni Doreqen sot me akt publik dhe qëndronin detyrë për një afat jo më shumë se 2 javë. Në këtë periudhë të krijojmë bord nukël, jo me numër të vogël nga ky grup parlamentar me detyrë për negociuar me çdo personalitet që interes ka PD dhe kërkon të bashkohet me PD-shën. Por nuk ishte se Sot shqetësimi im kryesor është mbrojtja e kujdo që kanë mbrojtur interesat e Partisë Demokratike. Ne nuk i kemi lëshuar ata, do bëj gjithçka për të mbrojtur. atë që tentoi të Unë po them që është fakt. Dhe Atë këtë që çdo media, kështu tentoi- që e shkon që se kanë pasur gabim. Po nuk e ka dhënë Doreqen për kësaj gjëje, më burse unë Ore, unë po them është personi i parë që ka kërkuar të japi Doreqen. Po, s'është- Se ka dhënë për kësaj, më thotë edhe as se pash në ëndër babën tim, po po them si është realiteti. Ja, më dëgjoj çfarë po të them. Dhe është personi i parë dhe ky njeri që ditë kupton që ky njeri ka ambicie për ta marrë këtë gjë. Gjë që doktorit si fare, të po them unë. Se Pik. mos si fale doktorit. Doktor, Se unë po them që Saliani vllai bëri grupin, që i bëri puç Bashës, që i detyrove të shkojë te Doreqi. ishte gazmen. Është fakt. Po Bash kanë qenë, pra te gazmen Bardhe pasaj, ju shkë puç i grupi, por se nuk do të flas se jap shumë rëndësi. Po, dakor, po, unë po ta them edhe po një ja, po. Dhe gazmen Bardhe pasaj ka dalë nga kjo linjë e këtij grupi që kishin ide që të zgjidhet kryetari me dy styre, që ta kuptosh ti, sepse këta donin të zgjidhin një kryetar të ri dhe pasaj të bashkohesh me pjesën e Berishës. Gazmen Bardhi bëri dillin e vet politik dhe i doli nga grupi i zotit Saliani dhe gjithë tjerëve. Shiko, Marsit, atë që donte Kaq. me Bashën, do Do t'i them to se sa s'më intereson. Po, do ta bëj. Unë kam masë info dhe më shumë se ti që dalin flasin lart e Po, poshtë media. po nuk po thot gjë njeri, po them tjetër gjë. Dhe atë që ai tentoi të bënte me Bashën, po tenton ta bëj me Berishën. Në të dyja rastet, në optikën time nuk ka pasur sukses. Në atë që unë shikoj është që nuk ka pas sukses. Në pari eci atit më se tha Doreci që bëri gabim ai. Për mua zoti Basha atëherë bëri gabim. Dakor, për Edhe nuk i ka ndodhur nga mbledhja kryetare, ka ndodhur nga mbledhja e grupit parlamentar. besoj Dhe është spini filluar me lidhjen e këtyre, sepse këta pretendonin që nëse do ikte zoti Basha, po ta them edhe një herë, kryetari do dilte nga kjo masë njerëzish. Ka qenë Saliani, ka qenë Bardhi, ka qenë Duma, ka qenë gjitha secili nga këta pretendonte që pretendonin ka qenë Ali Beja. Po këta për të interes, këta për të interes që bën gjithë kundër bashkë. Po dakord, po këta pretendonin se gjithë do bëheshin mbret. Secili nga ata bëri lojën e vet. Dakord. Dhe më dinaku nga të gjithë, që ka dalë ministër politik është Gazmen Bardhi, i cili ka qenë në vizitë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Se dhe flasim ku shkon, në mbëshpinë e Bardhit ka qenë. Me ftesë. Shumë dakord. Është sinjal që mund të jetë kryetare që PD-s? Ta shohim, ta themi edhe këtë fakt. Po, mor thoje. Po. Thoje këtë fakt, pse mos të thuash? Jo, është ç'është që sinjal valla. Ore, është sinjal. Sot për shembull Agron Shej ka qenë me ambasadoren amerikane. Me të cili ka paraqitur dhe Doreqen si në kryetar kuvendi Berishës. Po, si në kryetar kuvendi. Sepse Partia Demokratike ka drejtën të emërojë në kryetarin e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Në kryetarin e ka besuar zoti Gjekmarka, i ka paraqitur Doreqen nga ky funksion të besuar nga Partia Demokratike. Dhe ç'është çfarë Dhe mendohet që është bërë si shenjë mbështetje për zotin Saliani indirekt.
Jo Gjekmarka, Gron Shejere. Gjekmarka. Shej ka qenë sot me të dërguar. Thashtë the, unë e ka fjalën pra Gron Gjekmarka, brenda PD-s. Gjekmarka po e delegoi, po nuk donte të jepte dorëheqje, mos ia pranoi njeri. Pa ka të kodë, domethënë. Kurse për zotin Shej po e lexova si lajm. Tani, ç'është çfarë qëndron Marsit? Thelbi qëndron që do të shkojë në një përplasje e gjithë kjo situatë. Deri në këto momente, ajo që unë shikoj tek lëvizja e zotit Saliani mungojnë intelektualit. Sepse ç'a ndodh? Kur si e vetë intelektual, duhet kesh intelektual rreth vetës. Është me bela kjo punë. Po. Berisha mira keq, duam nëse duam ne, është intelektual. Edhe këtë se themi ne, se nuk se po I japim në një atribut që ai mund të ketë 100 të këqija, por këtë që e ka arritur, lexon, artikulohet. Kurse zoti Saliani deri më sot nuk njihet njeri në për mediumet apo këto tryezat edhe jashtë kamerave, nuk njihet për njeri intelektual, njihet për njeri I cili bën betejë politike. Por a mjafton vetëm kjo për të marrë Partinë Demokratike dhe për të sjellë ndryshimin? Unë mendoj që jo. Dhe mendoj që do duhet të ketë një ekip zoti Saliani që të ketë disa personalitete, pra personalitete cilët janë në fushat e tyre përkatëse, por edhe në botën mediatike. Pra, për shembull, zoti Saliani mund të marrë pranë vetes individ të cilët kanë simpati për të në media. Dhe mund të dalin me ata dhe në një takim ata mund të jenë njerëz të cilët flasin për të mirën e Partisë Demokratike, apo se Partia Demokratike është e gjithë shqiptarëve, nuk është vetëm e të djathtës, si kontekst. Për sa kohë nuk e shikoj këtë lëvizje të Saliani dhe duket sikur pasi e hoqi dorë Ali Mehmeti, shikoj një stepje të shumë personazheve të tjera të cilët nuk po e shoqërojnë për takime më. Dhe mendoj që mund të jetë një strategji e zotit Berisha që t'i japi karburant, ta ndezi makinën me një gaz të fuqishëm dhe pastaj ta lej pa karburant dhe dihet që do humbi garën, se makina pa karburant nuk ecën dot. Dhe kjo është ajo që unë mendoj për mënyrën se si zoti Berisha edhe në lëvizje të ngjashme I ka çmontuar kundërshtarët e vet. Pra, sot që ne flasim, Ali Ahmeti tha unë do votoj Berishën. Pra, me njerë rrëzoj narrativen që unë t'jem pas Salianit. Është takimi I dytë pas Gjirokastës dhe në Elbasan, nuk e shikojmë të pranishëm. E pam në Aulon Kalan, e pam takimin e Durrësit, kur mori fjalën Saliani, unë ngriti iku nga kur e pyetën je me Salianin. Ma nuk sikur se ka një peshë. Po mirë me po këta janë, mos ka peshë Ore, po këta janë. Thejt bishtulla. Zotria në fjalë ka pasur ambicien dhe ka. Do e ketë fuqin ta marrë apo jo, kaq, mos I bijem kështu rreth e qark diellit duke thënë se sa gradë ka bërë në Egjipt, sa gradë ka bërë në Tiranë. Vlla, ka fuqi ky diell. Po njerëzit që na dëgjojnë t'ja u shpjegojnë neve. Dakor, mos I normal. A ka fuqin ta marrë apo jo? Këtë më thuj. E më Saliani apo ta kam thënë. Qa do të tema, ta kam thënë unë divizën time, Partia Demokratike, daç të duan njëzit, daç mos duan dahen, mes Berishës dhe Bashës, njëri tjetër sa t'jen këta në politik gjallë, nuk e gëzon, në sytë e mirë. Këta dy njerëz do e marrin Partia Demokratike. Dhe nuk e gëzon njëri tjetër Partia Demokratike, se nuk kanë stofin, nuk kanë fuqin, dhe nuk kanë lidhjet, networkun, me ndërkombëtarë, të shumë e rëndësishme. Ja pa Gazbardhi. Po e mori bravo I qoftë, po unë po them sa t'jen këta, unë mendoj këta 2 vite. Qofse Gazbardhi e merr, të themi ne ç'a duam, tregon që është një njeri I cili ka lëvizur shumë mirë politikisht. Qartë. So tani ne mund të kemi 100 mendrime ndryshe nga Gazi. Unë kam bërë shkrim kundër Gazit për piruetat e tij politike sa s'ka. Por nëse ai arrin të triumfoj, atëre Gazit bravo I qoftë, qëllimin e arriti. A jemi ne dakord, kjo është punë për ne. Por Gazi qëllimi që pati I arriti. Dhe princi Machiavellit e ka shpjeguar të gjë. Dhe më pasaj si thaj Marsit, koha jep drejt fituze, mund themi ç'a duam ne. Ai thot unë arrita ta marr. A e merr dot, ky është problemi. Ai beson Berisha. A e ka dhe Berisha në monitorim, se mund pësoj dhe Gazi këtë që mund pësoj Saliani.
Se aty janë, ne e dim për shembull, të dy e dim që aty po përgatiten disa grupe për të përplasur. Se dhe zoti Berisha e di këtë punë. Kur e dim ne, zoti Berisha e di që e dim. Dhe ata po tentojnë të faktorizohen. Zoti Saliani ka pengesa dhe këta tjerët që ne përmendëm këtu. Po dhe këta kam pengesa të tjerë. Kështu që në këto rëmuj ku gjithë duan të bëhen mbret, por nuk janë ullur të froni dhe po zihen me njëri tjetrin për të arritur shkallë mbas shkallë, atëherë mbreti është i fituar Marsit. Nuk ka ndonjë çmenduri. Kjo është më shumë. Doja dhe pak të prekni Marsit Adriatik Lapajn shkurtimisht. Në një njeri i cili ore një njeri i cili po ri në dimër në atsart aty, po si ven njerëzit mor burr, ç'a po ndodh? Unë e vlerësoj për atë që po bën. Edhe unë e vlerësoj shumë. Jashtëzakonisht është sakrificë. Madje mund të shkojmë dhe atje ndonjë ditë bëjmë muhabet me atë. Me kënaqësi më të madhe, por në këto momente, në këto ngjarje që po ndodhin, mendoj që i shërben sensit komun ideja e bashkimit. Problemi është që ka diçka që nuk shkon për shkak se si bashkohen njerëzit. Po me këtë bashkohen. Një sekond, nuk i bashkohen njerëzit populli. Fakti që pse nuk i bashkohen është një përgjigje që vetë zoti Lapaj mendoj e ka pyetjen ekzistenciale të karrierës së tij politike. Dhe mendoj që kjo është betejë e tij kryesore ekzistenciale, sepse nëse i dështon kjo iniciativë, digjet përfundimisht nga aksionet politike. Ose mund t'i grejë ato kotat maksimum. Marsit, e shikon që ka një jo vetëm një, do të thosha një fushë të djerë, e të djegur, po duket sikur këta po duan të bëjnë analistin dhe jo të bëjnë politikanin në asnjë moment. Pra, vetë zoti Lapaj po sillet përsëri si shoqëri civile. Jo sikur drejton një parti me 64.000 vota. Ai zgjedh formatin që vendos ose që mendon që është i përshtatshëm. Ai e tha atë tezën e vet. Që nuk duhet dalin me logo partie, duhet dalin si qytetar. Në mënyrë që mos e paragjykojmë idenë e kësaj proteste. E more vesh që në datën 20 zoti Lapaj ka thrit protest. E mora vesh. Po në datën 19 di që është thritur nga shoqëria civile një protest. Uroj që të gjitha këto të jenë iniciativa të suksesshme. Tani hajde merre vesh të gjithë. Dali se 2 KPD-ja, të shikojmë. Do dali mbas e shej sot do thot në një deklaratë tjetër. Çdo lloj iniciative në një protest. Gëzon mbështetjen time intelektuale dhe suportin tim. Si mbështetje intelektuale di unë, edhe fizike ti vete në këto, je njëri që aktivizohesh. Po. Dhe shkon pranë protestave të cilat janë shoqëri civile. Tani këtu duat më japësh një shpjegim që mos ta jap unë se më e qeshura. Këta po e bëjnë me ditë. Do më thënë, një ditë e rrëzon njëri, një ditë e rrëzon tjetri, apo këto protesta janë vetëm... Mendoj që përballë represionit që bën majoranca, kushdo qoftë, me çdo lloj paragjykimi që e rrethojnë, mendoj që duhet suportuar. Dikush ka fjalën, dikush ka veprën, secila bën suportin e vet. Mendoj që është e suksesshme dhe më vjen keq për gjithë ata që vendosin të ishtin që të paktën mos shprehin pro se kundër këtyre iniciativave. Jo, më ne e përshëndesim dhe Adriatikun dhe Arlindin, edhe kë përshëndesim tjetër. Këta të rinë pak, nëse me këta e kemi. Po, ja drejtë po i përshëndesim. Edhe mos harroni të bëni subscribe dhe unë nga Marsit Gupi dhe unë, miru pafshim dhe do të shemi përsëri mbi zhvillimet dhe ngjarjet më të fundit.